Përshëndetje njerëzim, jemi në Bjesht të Dibrës, pra në afërsi të Peshkopisë në Shqipëri. Këtu jemi me pajtimin i cili na ftoi të vim këtu dhe ta promovojmë këtë zonë të bukur. Pajtim, qysh je mas pari? Mi fandaj. Se na solli këtu? Po me thonë drejtën ftesën ta bëra sepse Dibra ka vende spektakolare, ka vende shumë të mira për të bërë skiing. Nuk ka vetëm Mavrova, Kosova e Juja e vendet tjera, edhe këtu është vendi shumë ideal për të bërë një promovim ose për të bërë një teleferik për skia, pse jo? Okej. Se na mungon kjo pjesë, me thonë drejtën. Atëherë ta bëjmë një test. Patjetër, patjetër. Let's go. Okej, me pajtimin mas një ski touringu, unë nalëm pak për pushim, edhe pajtimi për ndryshe është personi që mas shumëti e promovon këtë pjesë për me e bo në të ardhën një ski qendër nga shteti shqiptar. Tash, pajta kam na tregu për Bjesht e këtuhit, si quhen, cilat janë majet, pasi për mua është hera parë që vi këtu. Po. Ne këtu ndodhemi në pjeshkët e Fidos, ose më saktë mali Velivarit. Velivar, 2373 metra lart nivelit detit. Hinoska është e pjesa tjetër aty, që prej aty ka përveç skijimit që kërkoj unë të bëhet një pistë skijash, sepse është vendi perfekt, po është edhe një pjesë tjetër 6 km që këta që bëjnë me bicikleta downhill. Okej. Është 6 km nga këtu deri te fshati poshtë Melan. Po. Interesant, po m'duket si shari jon, madhështor, e ka një faqe thu se jemi në Ljubeten ose në Brezovic. Këtu vetëm po mungon një teleferik, një lift, sigur i thoni ju. Po. Vetëm ajo na mungon me thonë drejtën, na duhen një 2 lifta, 2 teleferika të vegjël, nuk i duam edhe madhështor. Po. Të vegjël, sa me thonë që me unë gjitë prej këtu, me shku me bë me lift me ardh poshtë edhe. Apo është interesant, derisa ne po promovojmë Bjeshk në Kosovë për me bo ski qendra treja, ani pse ne kemi 3 ski qendra, te ju nuk keni 3 ski qendra dhe po kërkoni të bëni të katërtin. Po, dërsa jo. Një nuk e kemi. Po. Dhe një po e kërkojmë me kom ngulje dhe shpresojmë që fjalën tonë ta dëgjojnë shteti ose biznesmenët ose nuk e di dikush që të vjen të bën, ta kemë ëndër që të bëhet realizohet një pistë skijash, ta shoh unë para se të vdes, ta shoh një pistë skijash në malet e Dibrës. Të shpresojmë për mas 2 vjete, ha? Shpresojmë. Apo vazhdojmë. Është pak shpejt ajo, po para 2 vjetëve t'ja bëjmë qefin vetes. Pa imagjinueshme. A e mendove se do ishte kështu kjo ne? Jo, as pak. Ha? Pra, pajtim, unë po menoj që këtu ka me qenë stacioni i lartë i liftit. Që në këtë vend. Do me thonë, pasi është kjo pjesë pak si ma prominente që është si një kungë madhe, këtu me qenë lifti, e fillon prej aty në stane e poshtë,
ky livalli shfrytëzohet për lëshim, me skia, me snowboard, për gjitha. Është kjo sipërfaqe goxha e gjanë, pra i kishim edhe pjesën e djathtane edhe pjesën maj. Kjo është më e përshtatshme për me u shfrytëzu për ski qendër mirëfillt, po mendoj. Është doti Shqipnia do të bëjë gjithçka që këtë vend ta shndrojë në ski qendrën e parë në Shqipëri. Beno, tash, që e pe me sy tu, këtë vendin këtu, se ti boll më bënë pyetje mu. Unë do të bëj pyetje ti. Si të duk ki vendi këtu? Dje para se me ardhë, natën, kemi pritë se kemi me ardhë me një far livalli, një bjesht e vogël, që nuk ofron kushte për skem. Mirë po kjo më ka dalë 10 herë më mirë. Edhe përgëzoj që na ki ftu kështu. Unë e kam bë me gjithë zemër, me gjithë shpirt, sepse unë e disha se ndryshe është me foto kur ta sjellsh on ty, dhe ndryshe është ta vish ta vizitosh këtu, ta përjetosh. Po. Është tjetër gjë, fotoja tjetër gjë është vish këtu. Po. E përjetova, e bora skimin në bjeshk të Shqipnisë. Nuk do të haraj këtë ndjenjë. Edhe menoj se në të ardhmen e afërt kjo do të shndrohet në ski qendër. Shpresojmë. Pra, ky vend ofron potencial për zhvillimin e turizmit dimror në këtë bjeshk. Pra, prej naltit, që i pash pamjet më të qarta, i pash se ka shumë shtigjet pa numërta, që ishin për fillestar, për ata që janë mesatar edhe për ata profesionista që mujnë mulshu prej pjesëve veriore, pra faqeve veriore të kësaj bjeshke. Pra, mujnë me thonë se kjo bjeshk mundet me ofru all in one për gjitha kategorit e skitarve, në qëfëse ky vend shndrohet në ski qendër. Tash unë kisha dashur me pyet pajtimin, përveç skimit, ky vend çka mund të ofroj tjetër? Përveç skimit, peshkopia, Dibra ofron shumë gjëra që asnjë qytet në Shqipëri nuk i ka. Për shembull, ta nisim nga Maja e Korabit, më e lart Shqipëri, sepse ne këtu nuk kemi Korab akoma, këtu jemi në vargmalet e Deshatit, Velivari. Kjo është mbas Korabit, në zonën e Dibrës. Kemi Drinin e Zi, 137 kilometra për të bërë rafting, 2 ditë bësh rafting. Jo 1 orë, 2 orë, edhe 2 ditë mund të bësh rafting. Nga diga Dibrës Madhe, liçeni Dibrës Madhe, të përfundosh deri në Kuks. Pastaj kemi liçenët e Lurës, kemi liçenët e Kasnis, edhe për relax kemi edhe ligjat e Dibrës që ujti del i ngrohtë 45 gradë, del nga mali. Ajo është për masazh, masi të lodhmi, masi timi transkapitëm, shem aty i fusim të vaskat një qetësim, një relaksi. Përveç asaj kemi edhe ushimin tradicional, pastaj besoj që ju e provut, po shpresoj që të vini. Po, ju po qitni ushqim pak ma shumë se që duhet. Ma shumë se që duhet. Për ata që dojnë me përjetu ushqimin, e janë në këtë vene sheni që po menojnë. Që për vlezit tonë të Kosovar, kom edhe i thire, përveç shokve, miqve që kam, i ftoj gjithë Kosovën, vlezit vinë të vizitojnë Dibrën, sepse është një vend që ja vlen. Edhe jemi afër mbi gjitha. Nga Prizreni 2 orë vetëm e kemi. Edhe unë mendoj se në të ardhmen e afërt do ta bi grupin e skitarëve nga Kosova dhe ata do të binden vetë se çka po menojnë, ha? Njeri.